e joti ti shtjell punë të shpi. Njëre për pa ka shere më shumë të vetit se të hujt, e joti ti din pas kje ko e kënë gullin zit. Nëse kina i problem, nuk vjen për joshtit, po petonit i ki. Fjolla mirë banon dhe sa të mërinë, po fjolla keqe mbrajna 5 minutave, mirët vesh. Edhe çdo herë kur të regohen problemet, ka një fjallë që të hojtë. Me jeshu, mu bu ma interesant. Kurse aj që mire me problemet të tua, dhije që nuk është aj i knaq me jetën e vetë. Më marrë me punë të huja, dosh me pas kohë tepër. Nëse bën vaki që i haron punë të tua, probleme sa që ke pas, thire familjen. Kreti ishtë në nërmen, rajskej. Pa vjen koha që kena me dalin gjëqë, dore para Allahit, atëherë atë s'ka me fal njëri tjetëri, po atëherë kena me shtin gjepë. Vagen, moshë sa të moshë. Edhe nëse s'ka të mira mi t'i dhonë, jepja të këqia tuat, jepja t'ina ngarkohe. E jo të t'i bën probleme në shpi. Me pos nonën edhe babën gjallë edhe mos me këqyrë, kurse Allah i ka thonë në Koran, as ufë s'ku të me thonë. Ka dikush që nonën babën gjallë, e ras me një banes, kë knina, me grunë e vetë, me thminë e vetë, as më ka jetë sipa. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili i këqyr babën edhe nonën e rrit kënaqësinë e Allahit dhe fiton xhenetin. A ka më mirë? Nuk ka. Ka dikush që s'fol me nonën e vet, ka dikush që e rren, i shon, s'di çish me përshkruaj çfarë njëri, mos u mbien asnjë fjalë nërmen, vetëm me thonë që ku ka shejtan. Ai me fjes pas ka lidhje, ai nuk din çka shfeja. Nëse des baba edhe nona pa kënaqësi, punë çtire ki. Punë karambullashi katastrofale ki. Ai që se këqyr nonën edhe babën edhe vdesin, dije që dinimin ki më hungër këtu edhe në akhira. Ai do të më tutë, se kur se këqyr babën edhe nonën edhe të kërkus në të këqyr. Mas i vdesin tani, me kajtë më qararit të e pa Allahu. Të janë luj, të janë hajgare që bro. Në vakt si ke këqyr, po Allah i të këthen, nëse se këqyr babën edhe nonën, as e vladi s'kom të këqyr. Nëse e praktikon fejen, falesh, po me nonë s'ki lidhje, s'ki punë, si ke kuptu fejen ti. Se pas ke ledzu Koran, ti pe ban vitit qef. Bani vitit qef sa dush, se ka me dorë për të mundë. Dikush ka sprovat mdoja, apo të vogla, kleta, apo të rana. Sprova është. Qka vjen për Allahit, elhamdulillahi rabbil alamin, jo mu edhe nu. Po mërzjet kop, me nejtë në shpe, të hanë shpia. Ndoshe për gjami këqyrmi mes po na vjen aj musafir me nejtë mërzin. Po kur zvjen kërkosh, këqyrmi ku me dalë, me shprej me dikonin, me nda vujtjen që i kemë në zemër. Shprejesh me dikonin, ja ka dhënë dërtet, bani muhabet. Po me atë kryesorin që ta ban qaren, nuk fulmi. Po ai kryesori që ta ban qaren, dush me ka dzukur të bjen sejde. Allah i ta ka dhënë, Allah i ta merë. Hankoja ati, ja Rabbi s'po moj, ja Allah ju m'lodh. Ja Allah po më shtrengan fyt. Unë kam lu gajlet natën gjumë se baj. Me Allah i do të më full. Allah i nuk është pa drejt, me sprovë o hup gjinohe. Allah i që preblen, e nuk ba mu edhnu me Allah. Allah i ka emnin El Latif, a i punt të regullani të ndrejq. Heq pa e marrë vesh ti. Ndoshta vetëm 2 recate, tretin pjesë të natës, as qelësi e rrugdaljes. Presat kur s'ba me up tek Allahi. Ja Allah, qelja nonës të më derën e rahmetit, tregoje gjdo sabah në aksham venin e gjenetit. Son pe heki mallin tane, shumë ka ndryshu shpia. Shkom kamet, janë kujtimet e duat e mija. Ja Allah, jepi drit deri dit e kiametit. Neve ana sabër, bidhon gajrat njoni tjetërit. Kur mërzit është farë që frymës nuk nesh mungi, s'ka kosh përveç Allahit që ti qep pun të rezi. Me kujtohet kur më thajshe, Allahi s'provon. Her mirë, her keq, betum aj qaren të ban. Ma kimsu namazin, Allah shluja nanës të mëse vak. Qdo vepër të mirë që ma këmsu, qetja nanës më vak. Kur të vdes nana dhije që gjysa zemrës t'ka vdek. Veç kujtimet dhe vore soj që kanë me t'met. Jeta po vazhdoj kësë pas keqare po pajtu. Veç që thohet goja nanë, s'ki ma ku jetu. Jam garku, shumë me kam vështir. Emri nanë, mos me mujt me thirë. Du me t'përmem, po goja mu ka tham. Kur t'mer madhinon, te vorri vimet pa. Lumi aj që i ko prën gjallë.
Vlera babës edhe vlera nonës s'paguhet me parë, po dhe s'ka kush që e vënë ca. Nona ka marrë rëndësi si baba. Nona ka 3 herë hise, baba 1 herë. Punë ma të shtira kur ki, mundet baba me qitë për shpis, me largu prej familjes. Nona kopto kur se ban. Nona ta falë për çdo rast. Nona në kinë ma shpine. Nona çdo fjo që e folë është i larqë. Nona ta mbon shpinën në sekret janë kundër ti. Mu që bota në kom, nona në kinë basë. Nona ka jëshi, me një fjallë, mundet me të pështu, me një fjallë mundet me të këtëzu. Nona është që gjithë shka ban për ty. Prish kur des nona ndërqyr shpia, të ftofët shpia, s'ko me jëshi, me varus nonën asu kur me varus gjysën e zemrës. Për ata që e ka nonën gjallë, këqyë nësë atë muni, se në bas nonës muni me fitu gjeniti. Nëse des nona me knaqësine e vladit, atëra është edhe Allah i knaqët. Sabri edhe shpresa aty ka dallim. Allahi të sprovon, kjo është fakt, po Allahi t'jep shenja e t'animon pak, po kur si qelë syt e bosh qarë, Allahi t'ju s'ka fare. Po ka njëre shpresat t'i pështjellë në punë. Me e nis 2 + 2, me thonë është 5, e din që nuk është 5, edhe me bo sabër që do të bohet 4, kjo nuk është me sabër, kjo është budallaki. Allahi t'i qanë shenja që këtu s'ka hajrë. Kur të din se një punë nuk bën, nuk shkon, e legjikon, e këqyr punë të tuaj edhe din që s'ka hajrë këtu, ku m'bo sabër. Po ki bo sabër, po matematika s'ka dol mirë. Po Allah i të thatë, shka knej, mos i c'knej, shka knej, të apet si i të drejt, Allah i apet që në shenjë. Dhe e jo knejna, të apet drejt, e me su që ditë kur qaron. A më kja nuk është me sabër. Sabër është kur ki dorim një punë që bëhet mirë, nëse rëzosh, Allah i të një mamu që më ka. Një dirë të qelë, po ndoshtë edhe shumë dirë të qelë. Apet vynë Allah i, se s'din cilë në me zgjidhë.